Përshëndetje të dashur peshi. Mirë se vini në parashikimin tuaj të veçantë për muajin korrik, një muaj i mbushur me ndjenja të thella, mundësi të reja dhe pastrim të brendshëm. Energjitë e këtij muaji do t'ju udhëheqin drejt qartësisë dhe dashurisë së sinqertë, ndaj qëndroni me mua për të zbuluar gjithçka që yjet kanë rezervuar për ju në dashuri, para, shëndet dhe më shumë. Peshqit korrik 2025. Dashuria për peshqit korrik 2025. Ky muaj sjell ndjeshmëri të thelluar dhe momente emocionale për peshqit. Nëse je në një lidhje, do të ndjesh një nevojë më të madhe për përkujdesje dhe intimitet. Komunikimi me partnerin është i rëndësishëm. Shmang heshtjet e gjata dhe diskuto ndjenjat që ke mbajtur brenda. Peshqit beqar mund të përjetojnë një takim të papritur rreth datës 10-16, sidomos në ambiente krijuese ose shpirtërore. Mbaje zemrën të hapur por mos e humb logjikën. Mos idealizo një person të ri, vështro me zemër por dhe me sy hapur. Dashuria për peshqit, korrik 2025. Ky muaj është i mbushur me emocione të thella, ndjeshmëri dhe intuit të fortë për peshqit. Planeti Neptun, që sundon shenjën tënde, do të ndikojë fuqishëm në jetën sentimentale, duke rritur nevojën për lidhje shpirtërore dhe kuptim më të thellë. Në një lidhje, nëse je në një marrëdhënie të qëndrueshme, korriku sjell intensitet emocional, por edhe ndonjë paqartësi. Do të kesh nevojë për më shumë ndjeshmëri dhe dëshirë për intimitet të thellë me partnerin. Rreth datës 9-13 korrik, ndikimi i hënës së plot mund të sjellë një bisedë të rëndësishme, një vendim për të ardhmen ose një moment ku do kuptoni nëse jeni realisht në të njëjtin drejtim. Mos i mbaj ndjenjat brenda, fol për frikërat, dëshirat dhe shqetësimet. Një udhëtim i shkurtër ose një natë romantike vetëm për ju të dy mund të bëjë mrekulli për lidhjen. Kujdes, nëse je ndjer i nënvlerësuar ose i distancuar, tani është koha për ta vendosur ndershmërinë para çdo gjëje. Mos bëj sakrifica që të lodhin shpirtërisht. Peshqit beqar. Korriku është një muaj shprehës dhe magjepsës për beqarët. Do ndihesh i tërhequr ndaj njerëzve misterioz, krijues apo me shpirt të thellë. Rreth datës 6, 14 dhe 22, mund të ndodhë një takim rastësor por domethënës, dikush që duket sikur të njeh prej kohësh. Është e rëndësishme të ruash ekuilibrin mes dëshirës për lidhje dhe idealizimit të tepërt. Jo gjithçka që shkëlqen është e artë, merr kohën tënde për të njohur dikë mirë. Erotika dhe ndjenja. Erotizmi rritet pas datës 10. Do ndihesh më i lidhur përmes ndjeshmërisë dhe prekjeve sesa fjalëve. Nëse je në lidhje, momentet intime do jenë më të thella dhe shpesh do ndihen si shërim emocional. Nëse je vetëm, mund të përjetosh një lidhje fizike që të ndryshon perceptimin për dashurinë. Këshilla e muajit. Mos jep më shumë se sa merr. Dashuria e shëndetshme është shkëmbim energjish, jo sakrificë pa kthim. Në korrik, lejoje dashurinë të gjej pa e idealizuar apo detyruar. Puna dhe projekte. Do të ndjesh një val të re frymëzimi në punë, sidomos nëse je i përfshirë në art, psikologji, ndihmë sociale ose teknologji. Midis datës 5 dhe 21 do të dalin mundësi të reja, por mund të ketë edhe vonesa burokratike. Nëse po kërkon punë, intervistat gjatë gjysmës së dytë të muajit do të jenë më të favorshme. Kujdes, mos i lër projektet në mëshirën e fatit, përgatitu mirë dhe vepro në kohë. Paratë. Financat janë të qëndrueshme nëse nuk lëviz në mënyrë impulsive. Kjo nuk është periudhë ideale për investime të mëdha ose huadhënie. Kujdes me shpenzimet emocionale, nuk ka nevojë ta mbushësh boshllëkun me blerje. Fundi i muajit mund të sjellë një lajm të mirë financiar nëse ke pasur pritje të zgjatura. Shëndeti i peshëve, korrik 2025. Stresi mund të ndikojë në sistemin nervor dhe gjumin. Uji, meditimi dhe ushqimi i lehtë do jenë aleatët e tu më të mirë. Kujdesu për aparatin tretës, shmang ushqimet e rënda dhe pi mjaft ujë. Mos harro, shëndeti emocional është po aq i rëndësishëm sa i fizik. Praktiko ndonjë formë meditimi ose yoga të lehtë për të ruajtur ekuilibrin. Ky muaj të fton të kujdesesh për veten në mënyrë të butë, por të qëndrueshme. Shëndeti mendor dhe emocional. Do ndihesh emocionalisht i ngarkuar, veçanërisht gjatë ditëve të para të muajit dhe afër datës 19, ku ndikimi i hënës së plot do aktivizojë pasiguri të vjetra. Do të kesh një nevojë të thellë për qetësi, reflektim dhe izolim të dobishëm. Gjumi cilësor është thelbësor, bëj një rutinë të përnaçme për relaksim, si çaj i ngrohtë, banjë e ngrohtë ose aromaterapi. Pas datës 15, do ndjesh përmirësim në energjinë fizike, por mos e tejkalon veten me angazhime. Këshilla shëndetësore për korrik. Pastro energjinë me krip deti ose banjë aromaterapie, lavand, nenexhik, borzilok. Bëj ushtrime të buta si stretching ose pilates. Pini shumë ujë dhe ushqehuni me fruta të freskëta me shumë ujë, shalqi, pjeprat, kastravecat.
Ushqime që të ndihmojnë këtë muaj. Frutat e stinës, sidomos me shumë ujë. Supat e ngrohta, smoothjet dhe salatat. Erza qetësuese si kamomil, nenexhik dhe rozmarin. Nëse dëshiron, mund të përgatis edhe një dietë për mëngjes, drek, dark për gjithë muajin ose një ritual për pastrim emocional dhe forcim energjik për peshqit në korrik. Më thuaj dhe e përgatis me kënaqësi. Dieta për korrik. Mëngjes, smoothie me spinaq, moll jeshile dhe fara liri. Drek, peshk i pjekur, sallat me rukola, avokado dhe limon. Dark, supë e lehtë me perime të zjera dhe pak oriz integral. Snacks, ara të njoma ose kumbulla të freskëta. Ja ku e ke një ritual të fuqishëm për shenjën e peshëve për muajin korrik 2025, i krijuar për të tërhequr qetësi, fat dhe qartësi emocionale, pikërisht ato që peshqit kanë më shumë nevojë këtë muaj. Rituali i ujit dhe hënës për peshqit korrik 2025. Qëllimi, qetësi mendore, pastërti emocionale, hapje shpirtërore dhe rritje e intuitës. Çfarë do të duhet? Një gotë ose tas me ujë të pastër. Një qiri i bardhë ose lejla. Një letër e vogël dhe stilolaps. Një copë ametist ose gurhën opsionale. Disa pika vaj esencial lavande ose kamomili. Një vend i qetë ku mund të mos të shqetësojnë për 10-15 minuta. Si ta kryesh ritualin e rekomanduar gjatë mbrëmjeve ose në ditët me hënë në rritje. Pastro vendin ku do kryesh ritualin. Fike dritat dhe ndis qiririn. Vendos gotën me ujë përpara teje dhe hidh pak nga vaji esencial në ujë. Nëse ke gur, vendose pranë gotës. Merr frymë thellë 3 herë dhe qetësohu. Merr letrën dhe shkruaj fjalinë. Lë pas çdo ngarkesë emocionale dhe e lejoj veten të ndriçohet nga energjia e dashurisë, qetësisë dhe fatit për muajin korrik. Le të qëndroj letra pranë gotës. Mbyll sytë dhe imagjino veten pranë detit, me dritën e hënës që reflektohet mbi ujë. Thuaj me zë të ulët ose në mendje. Uji më pastron, hëna më ndriçon, zemra ime qetësohet. Pas disa minutash reflektimi, pingadal pak nga uji, ose mund ta përdorësh për të larë duart si simbol pastrimi. Fale hënës dhe vetes për këtë moment. Kur ta kryesh. 3-5 korrik ose 17, 22 korrik janë ditët më të favorshme. Kryeje në mbrëmje, para gjumit, për të pastruar mendjen dhe energjinë. Nëse ky horoskop të foli në shpirt dhe ndjeve energjinë e mirë që sjell korriku, mos haro të bësh like, të abonohesh subscribe për më shumë përditësime mujore dhe ta shpërndash videon me miq që janë shenja peshq ose që e duan astrologjin po aq sa ti. Ju uroj një muaj të bekuar me qetësi, dashuri dhe fat të mirë. Na u bashko sërish muajin tjetër.